Palestinezi Fatih Aluani, i cili akuzohet për se vrau të bijën e tij 2 muaj më parë në Shqipëri, është arrestuar këtë të mërkurë në Liban. Të martun u tërhoq nga morgu trupi i pajet 24 vjeçares Ryan Aluan, nga avokati i familjes së saj. I dërguar në vendin tonë ka nëna 24 vjeçares dhe është dërguar më pas në Liban. Vajza palestineze u gjet e vrarë në një banesë të marrë me qira në kryeqytet në muajin shkurt të këtij viti. Fillimisht u dyshua se autori ishte bashkëjetuesi i saj, një 25 vite më i madh në moshë, por më pas të dhënave nga policia shqiptare zërtoi nga homologës se 24 vjeçare u vra nga babai i saj, tashmë i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Motivet e këtij krimi makabër vijojnë të mbetë ende mister për grupin hetimor, sa kaq që autoritetet shqiptare pak ditë pasi ndodhi ngjarja kërkuan homologëve në Gjermani që të kërkonin nga familjarët të hiqin nga morgu trupin e sëres, po sipas tyre nuk kishte pas asnjëri për interesim për këtë gjë. Ata mbërritën në Shqipëri me 19 shkurt dhe në Rinas, 49 vjeçari, u prezantua si kishte ardhur në Tiranë si turist me partnerin e tij. Natën e parë ata qëndruan në katin e parë të banesës 3 katëse dhe më pas, me pretendimin se nuk u ka pëlqyer dhoma, më datë 20, kanë qëndruar në katin e tretë të vilës, aty ku ndodhi edhe krimi makabër.